Grenelli ka raportet mira me lobin sërb në Amerikë, ka raporte edhe me shqiptarët, por më i afërt është me lobin sërb, to duhet me ditë. Problemi qëndron që nëse ai nuk ka material, mu ka për Kosovën, ai nuk mundet me ndiku te presidenti Trump. Por nëse ai ka material so duhet për me tregu neglizhencën e qeverisë tonë, sidomos në këtë 5 vitëshin e fundit, kur ka bë disa gafe të mëdha të cilat është mirë me përmend. Në mandatin e parë të Trumpit ka pas raporte shumë të ftofta mes administratës presidentit Trump dhe Kosovës, respektivisht kryeministrit Kurti. Pastaj ai filloi publikisht me përkra Bidenin për president. Kur Bideni u bë president, ky i tha sekretarit shtetit tha naiv. Domethënë edhe ato publikisht dhe u mor vesh. Këto deklarata nuk shkojnë hoq, por derisa na i vremi, këta i vren edhe më shumë, sepse ambasada nëse nuk e ka, ambasadorin i ka 100 staf aty kosovar, të cilët çdo lajm që bëhet edhe kjo bisedë në studio. Ky e quajti Blinkenin naiv, e quajti kryeministri Kurti, ai Blinkenin e shpallin non grata nga gjitha institucionet për të hudhur brenda. Ato e bëri, po e qartë, po ai e bëri si presidenti i Amerikës. Ai ja bëri një ish zyrtar. Domethënë ato janë të tyre, por ndërsa neve si lider, si udhëheqësin i shteti, në këtë mënyrë nuk flitet, pa më parasysh nëse është një shtet shumë më i vogël ose shumë më i pafuqishëm. Pra mendoj të çfarë raporte edhe çfarë reagimi ka pas SBA, kur fa reagimi. Sepse ata nuk reagojnë në këtë mënyrë, diplomacia nuk është në këtë mënyrë. Diplomacia është bëhet me urtësi, me interesa, me kujdes dhe për këtë arsye mendoj gabimi tjetër që u bë prej kryeministrit Kurti ishte kur u rikandidua Trumpi për president dhe kemi kryeministrin Kurti duke qenë kryeministri i Kosovës prezent në konventin e demokratëve ku ishte Harris kandidatja për presidente. Domethënë në kohën kur ti kishe kritika për Bidenin, në realitet fillën herën e parë për Trumpin, erdhi Bideni si president të cilin ti e dëshiroje dhe për 4 vite në të njëjtën kohë, në janar e mori zyrën ovale Bideni, në shkurt e mori Kurti në Kosovë, për 4 vite tis arrite asnjë raport me lidh me Bidenin. Atëherë pse e lën fajin që tash ka ardhur Grenelli, tash ka ardhur SBA, që vërtet Grenelli do të jetë kogja një gozhd e fortë e madhe për mu kalue let. Por ti e kishe 4 vite një njeri që më herët e përmendi Halili Clintonin e Bushin, mos harron se edhe Bideni ka qenë i lidhur emocionalisht me Kosovën. Shkak shërbimit të djalit të tij në Kosovë, pastaj rruga Beau Biden djalit të tij. Në fjalim si zëvendës president, si zëvendës president për Kosovën, domethënë ka kongresmen më herët. Presidenti edhe duke qenë si senat për luftën e Bosnës, ka marrë një fjalim shumë të madh për mbrojtje të Bosnës kundër Serbisë, domethënë ti e ke pas në shtëpinë e bardhë. Një president që mendoj që në këto pe Clintonit nuk ka pas president që e ka njohur më mirë Kosovën. Dhe ti atë periudhë nuk e ke shfrytzuar për shkak arrogancës tone, atëherë tash vjen një president tjetër dhe normalisht kur ti ke prezantuar si kryeminist, që unë nuk e di që ka pas presidenta, kryeministra të shteteve të tjera në për konventat konventat të republikanëve dhe demokratëve para zgjedhjeve në SBA, dhe ti prezanton aty normalisht që ata e din kush ka prezantuar në konventin e demokratëve. Ti publikisht e ke thonë se unë shumë interesuar me bashkëpunu me këtë administratë. Dhe tash kjo administratë ka ardhur, edhe aq më tepër që unë kam përmendur edhe një herë, ka qenë edhe ambasadori jonë Ilir Dugolli ka qenë prezent në sallë. Pa obligohet me qenë. Jo obligohet, kryeministri të paktën është dash me amnistu, mi thonë ti rri në ambasadë, po ti se unë po shkoj me këshilltarët e mi ose me një sekretar të ambasadës ose me dikan, domethënë të nivelit më lart. Po jo me marr ambasadorë, se ambasadori nuk është punëtori i kryeministrit, po është përfaqëson shtetin e Kosovës. Për këtë arsye dash me rujt ambasadën dhe tash çush mendon ti që Ilir Dugolli ka mi pas Qysh ka pret ti që ky ambasador mi pas dyrë e hapura në administratën e Trumpit? Sakt, po. Domethënë kemi pas shumë vështirësi. Mendoj se këto gabime me të vërtetë janë të pariparueshme dhe do të ketë ndikim gjithsesi në raportet e ardhshme. Nëse Kosova din si me menaxhu situatën në këto ditët në vazhdim, mirë përndryshe ne do të jemi vetëm figurativisht në një ambient ku do të ketë propozime diçka të cilat nuk besoj se do të jenë të dobishme për neve nëse ne nuk dimi ti menaxhojmë ose t'ju prim atyre. Po ti zoti Ahmeti që s'na vesin fort amerikan.
I kynë punë të vetë. Tani problemi është Halil që nuk e dim as çka të presim. Jo be e dim. Po jo se dim, po s'po e din Irani, s'po e din Izraeli, po e dim ne. Nuk e di fjali ma të qartë. Se kjo e Donald Trump, domthonë unë nuk kum lexuar diplomacinë Trumpi nuk ka kishin gjerë. Nuk bën diplomaci me gjujt gurin e ti me një mas të jove. Që ti ta dhe gjomin. Trumpi ti dhe unë me të pare. Qasi tipi i presidentit është. Po Trumpi nuk e ka poshnu, nuk e ka rangu keq Kosovën, bile e ka rangu me krizat globale. Domthonë, Kosova është një krizë, një vend administror, që është asyla ma herët, i cili nuk na nje, kemi probleme me to pas gjithuna, dhe tash domthonë Trumpi tha ku në shku dhe me e rizgjidh. Edhe ne çaj konsideron mbyllën këtë çështje. Sepse jeni shtet me shtet na kanë thonë. Vazhdimisht diplomacia amerikane zoti Ahmeti e din ka punu vetë diplomaci. Diplomacia amerikane vazhdimisht neve na ka trajtu jeni shtet fol me Serbinë si me shtet. Kur s'ka thonë që jeni maul. Nuk maul. As Donald Trump s'ka më thonë që ju jeni maul se fuqiçi. Na thim një. Kto është dilema jo? Kto është dilema jo? Çka po na detyrojnë në mall? Jo ju e ju pengon me mësu Amerikën me i thonë mos shko me hongër me pitë fuqiçi. Se s'bën? Ç'është po doni me i thonë? Ai një pyetje për Alina, ka qenë kaq i keq Bideni për Kosovën? Ç'është po thot Trumpi? Problemi i Bidenit për lejes si administratë ka dërgu presidenti Osmani nuk është marrë me Kosovën. Sepse problemi ka qenë po ashtu, e tha edhe zoti Ahmeti, te natë arroganca jonë. Domthonë s'po bën ti, s'po bën askuj, s'po bën kërkush. E valla dikush duhet me bë. Se na jemi sistem ndërvorën diplomatik në botë. Shtetet janë ndërvorën, asyla di mas mirë njëna me tjetrën. Këta tu mundu me qit kesh Serbinë. Domthonë ju ngul në Ukrainë, që e sot. Domthonë ai Zelenski i bukur i jeshëm me tjeshil të aveshën s'pe i thirr hiç në konferencën ndërkombëtare atje. Se pe kryen punë të veta dhe mos po mirët me virusën. A këta natë e ditë dëshin me shti Kosovën luftë. Luftë sa luftë nesër. Çka mundu me qit fuqiçin keq. E dulen keq vet. Fuqiçi për juve, roli administratës Biden? Shkurtimisht se dua ti përfshi disa pyetje që nuk ka qenë atë nivelin e pritjeve tona. Natyrisht që keni prit më shumë. Sigurisht, po u ballafaqua edhe me çështjen e Afganistanit, domethënë u ballafaqua me kriza të tjera, të cilat nuk i menaxhon të dot. Unë mendoj që ka qenë pak edhe çështja e kuptimin e